Sot gatuajmë me ndihmën e profesionistëve. Kam deri të kënaqësinë të kem për krah një nga shefat me një përvojë fantastike jo vetëm në Shqipëri, jo vetëm në shtetin italian, por edhe kudo tjetër. Shef Bentenolli, mirë se erdhe. Kënaqësi që jemi së bashku, më në fund. Mirë se jeta. Kënaqësi 35 vite e më shumë përvojë në kuzhinë për të na sjell jo pak po 2 receta si asnjëherë më parë në këtë kod. Çfarë ke menduar për ne sot? Receta shumë të thjeshta. Të thjeshta dhe je nisur nga nevojat e zonjave që na ndjekin çdo ditë. Patjetër. Me gjithçka që kemi në shtëpinë tonë, çfarë do gatuajmë sot së bashku? Sot kam menduar një sallatë fshati, po të ardhur në një stil tjetër, modern, më bashkëkohor. Më pëlqen që quajtë sallatë fshati dhe jo greke. Greke dhe fshati soja. Po se kemi dhe produktet tona, pra nisemi edhe nga produktet e freskëta. Si në një mënyrë tjetër, pra kemi një sallatë e cila nuk vjen në formën tradicionale e fshatit? Jo. Do të zbulosh pas pak. Okej. Një element. Pjata e dytë është oktapodin me qumështor. Okej, qumështor. Edhe zonjat që po na ndjekin me qumështorin kanë bërë byrekun shpeshherë, kështu që ja tregojmë. Nuk e di se si shefi e gjetë qumështorin. Isha në Vlorë, se dalë, shpesherë dalë në... Po, edhe për të shijuar Shqipërinë. Për të shijuar... Pra kemi nga Vlora. Nga Vlora që shkon me oktapodin. Perfekt. është risi e re. Pra, të shohim pak se si do ta bësh montimin final të pjatës edhe shihet. Çfarë kemi tjetër në këtë kënd tonit gatimit për t'ia thënë edhe zonjave që po na ndjekin? Pomodorini, për sallatën të fshatit tham, por të sjell ndryshe. Pomodorini, qepën e kuqe që duhet patjetër, qepa kuqe, ullit, specin. Edhe të bëjmë edhe një pesto me majdanos. Që zonjat mund ta bëjnë në shtëpinë e tyre, lehtësisht. Me vajin e ullirit që e kemi nga pema ol. Unë po të ndihmoj shef, nisim nga zjerja në pak minuta e qumështorit. Të ndihmoj unë? Atëherë ujti duhet jetë i zjerë me pak krip. Ma dhe porosin që në fillim dhe mua më pëlqen shef që po më fut në punë, se di çfarë bëjnë zakonisht, se di pse nuk kam besim tek puna ime. Pse? Nuk e di, nuk më lën detyra, më lën disa detyra fëmijësh të thjeshta. Po unë mendoj që duhet më besojnë më tepër se unë gatuaj edhe në shtëpi. Nuk është se nuk njihem me sobën. Neve do bëjmë gatime origjinale, që sigur se unë ty të kam marrë në shtëpi. Po, ti ke ardhur në shtëpinë time se 75 shtëpia ime është bërë shtëpia ime e dytë, kështu që ndjehu si në shtëpinë tënde po them. I lëm pak minuta. Po. Nisim nga sallata, e nisim nga procesi i parë dhe më pas shkojmë edhe te përgatitja e oktapodit. Presim domatën. Po. Pomodorinë. Ose? Një prerje e thjesht. E thjesht për të siguruar atë formën që na duhet. Alma, kjo mund bëhet edhe një mënyrë tjetër, në ujë të valuar të heqet sipër. Kush ka probleme me stomak. Për ta shmangur këtë gjë, ja e ka një mënyrë tjetër. Ju tha një hile shefi, për ta mësuar, edhe për të kujdesur edhe për shëndetin tuaj. Marrim edhe kastravecin. Okej. E heqim këtë pjesën këtu. Është një recetë e thjeshtë në duke, por e sjell në një mënyrë shumë të bukur. Dhe di, shef, unë shpeshherë them dhe dua ta përsëris që zonjat që na ndjekin duan të gatuajnë me gjithçka kanë në shtëpinë e tyre. Patjetër. Dhe duan të gatuajnë edhe në një kohë rekord, me gjithë impenjimet që kanë, qoftë profesionalit, kujdesen për të vegjëlit, zonjat dhe zotrinj, se s'dua t'i veçoj zotrinj që gatuajnë, se ka zotrinj të nderuar që gatuajnë dhe gatuajnë shumë mirë, ndihmojnë dhe bashkëshortet e tyre. U duhet një recetë praktike dhe kreative, dhe e tillë është do thoni ju se si mund bëhet sallata e fshatit kreative. Ju a tregon shef Beni. Presim qepën e kuqe. Po. Doja të pyesje, 35 vite në kuzhinë, ke përcjell dhe ke mësuar shumë e shumë breza, duke i bërë të aftë për tregun e punës në Shqipëri dhe kudo tjetër. Si është si përvojë të japësh profesionin? Si përvojë të japësh... Unë e kam pasion. Po këta të rinj sot? Mundohen, të mirë janë. Të mirë janë, po duhen akoma qik vullnet. E kanë durimin? E kanë. Ke shumë shefet të rritur. Nuk është vetëm... Më thonë që është brezi që po vjen, janë shumë shefa me ego. Kjo është gjë shumë e mirë për tregun tonë. Edhe gjëja më e mirë që kanë, që po e çojnë në kuzhinën shqiptare përpara. Përpara, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Produktet tona të cilat edhe na dallojnë në rajon dhe mëtej. Shef, po është dhe një profesion fitimprurës, ti jemi sinqert për duke ditur ambicin që ne kemi në turizëm e të drejtë si vend, sigurisht që hapësirat e punës nuk mungojnë, përvoja ndërkombëtare po vjen tashmë në
në mënyrën e bërit hoteleri. Dhe me të drejtë, kërkesa është rritur për të patur këta të rinj të talentuar. Alma, të them gjë, neve do të gatuajmë shqip. Do gatuajmë shqip, tua tregojmë me turistëve të huaj këtë gjë. Ti shkon në Itali, ti hajnë gatimet italiane. Greqi dhe më presin patjetër gatimet tradicionale të tyre dhe ne duhet të ruajmë identitetin. Pra ne osolla edhe me qumështore tuan. Me qumështore. Mirë, këshill shumë e mirë kjo, dhe nëse nuk e bëjnë ata që janë në kuzhinë, kush do ta bëj tjetër që të na ushqej këtë mënyrë të ushqyeri edhe të shijuar në Shqip. Tash ti të montoj unë, pastaj të ullim salsat e bashkëbash? Po, shef se unë kam një zakon dhe flas shumë. Po mundohem shumë të marr sa më shumë edhe nga përvoja jote për ata që na ndjekin. Tani gjithë sekreti i kësaj recete, miq, është në mënyrën e prezantimit. Prezantimit, bravo. E thjesht, e bukur, praktike. Praktike. Dhe diçka që mund ta bëni lehtësisht edhe në shtëpinë tuaj. Bravo. Shefëm? Po këtu, ja e kemi një produkt, jo një, po disa produkte shqip. Djathin e kemi të vendit. Është interesante. Po. Është e thjeshtë që edhe në ngjyra e pasur. Afisat tona mund ta bëjnë. Nuk është. Më pëlqej që ke menduar për zonjat që na ndjekin çdo ditë. Po se tani thon, ja më në fund shefi që solli një recetë që e bëjmë lehtë. Lehtëshëm. Edhe nuk mendojmë shumë, nuk duhet bëjmë një pazar të tërë. Se edhe kursejnë. Patjetër. Në përgatitjen e buxhetit familjar. Shifën? Pra, është shumë praktike. E sjell në mënyrë shumë të thjeshtë. E pa zakon për ne, por shumë e bukur. E pa zakon për këndin tonë të gatimit, por dhe nuk e kemi hasur kund tjetër. Shumë interesante. Tash unë përpres me duar, unë i kam lënë duart. Po patjetër, po gatuajmë si në shtëpi. Më thej që jemi në shtëpinë e 7-5, në shtëpinë tonë dhe unë tash ndihu si në shtëpi, kështu që sa bukur dekor. Sa më praktike, dhe ngjyrat ngjajnë bukur bashk. Sallat fshati. Fshati. Do bëjmë edhe pesto, no? Po, patjetër që po. S'kam përruar, se sa të zihet qumështori. Do japim kohën e tyre. Që. Dhe me çfarë do ta shoqërojmë këtë sallatën në fund fare? Me një fugaçe. Me një fugaçe? Shumë të mirë, në furrë, që kemi në furrë. Që bëhet miell, qumësh, ujë, krip, sheqer. Kaq e thjeshtë. Kaq e thjeshtë. Që mund ta bëjnë çdo anfis. Dhe na shkon shumë mirë edhe me recetën tonë. Sa bukur. Do përgatisim edhe peston e thamë në fillim. Peston stil shtëpi, Po, në stil shtëpie. Tash marrë majta rosën e rënë, mishët ato na thjesht do gjos. Nuk i hedh. Unë gjithmonë hedh, pra është gabimi im. Ku vën një kështu buljon, po, që si një pulo ose mishën, neve i përdorim bishtat. Patjetër. Ja dhe një hile tjetër që na tregoi shefi. Këto si hudha asnjëherë. Po e vura re shef edhe pak më parë, mënyrën se si organizojmë gjithçka së bashku këtu, por na tregoi se si ti ruajmë të gjithë produktet që ti kemi më gjatë në frigorifer dhe për konsum. Pra mos e shkojmë në shpërdorim ushqimi. Dhe më pëlqeu mënyra se si na mësove edhe ne disa hile përpara se të dilnim në transmetim për publikun ton. Pra majdanozin shfrytëzojmë pjesën e gjetheve dhe vaj në ulli 100% shqiptar, se doje produkte shqiptare, edhe tek vaj rrim tek një produkt shqiptar që vjen nga Pema Oil, një produkt i realizuar i gjithi nga ullinjt e jugut të Shqipërisë. Fantastike. Po, jemi në një linjë edhe me mendimin e atyre që janë bashkëpunëtor të programit. Kur i heqim qumështoret nga uji, besoj duhet të jenë gati tani? Është gati, po. Ja, do të ndihmoj unë. Të shoh, frikë pak sa. Ja, e bëjmë bashkë testit. Edhe pak do. Mirë. Kemi kohë mjaftueshëm për të pritur, edhe për të siguruar që kanë marrë e zjerin e duhur. Ashtu të sigurojmë vajin, pak bajame të pjekura. Edhe për të shtuar aromë sigurisht edhe shije. Edhe punojmë. Pra kaq na duhet për ta finalizuar bukur. Piper, po vaj, po nga që djathi është shumë, edhe ulliti pashtë sigurisht, edhe ulliti ka kripën e tyre. Edhe neve do të menaxhojmë kripën. Kripën. Se kripa tepër s'të bën mirë. As nuk na bën mirë dhe edhe dëmton atë shijen finale të recetës. Na bën që të humbasin të gjitha shijet e tjera të cilat i kemi përftuar nga produktet. Po është një sallatë e thjeshtë, e shpejtë edhe e mirë. Edhe me pamje. Shef, në përvojën tënde, në kaq shumë vite, folëm pak më parë për brezat e mësuar nga ti, por gjithashtu ke gatuar edhe për personazhe, personalitete të njohur. Nuk po them është e vështirë, se nuk besoj se është e vështirë për ty, por si një shijet e tyre, të ka mbetur në mendje ndonjë kërkesë, ndonjë personazhi të caktuar?
ndonjë politikan ose artiste. Aurela Gashi ishte shumë tek vegetariane. Shumë. Ja del që të bësh një pjatë të mirë për të çfarë gatuan zakonisht? Po. Çfarë ka ajo më shumë? Sallatat. Edhe këtë çikoj. Pra kujdeset jashtëzakonisht nëse përshëndet. I ka dhe zonën saj. Kështu që me të drejtë ka shkuar te produktet lokale, ato që i bëjnë të shumë mirë. Në përgjithësi që më pëlqejnë si koktarë, si politikanët, ma kalon në dorë. Edhe çka kam këshillu, s'ka patur në një politikan në kërkesë të çuditshme? Absolutisht jo. Fatosar ose jeri kam bërë një lepur me barë, nuk bërë shumë interesante. E si ishte komenti që more pas? Fantastike. Duke shoqëruar me një verë të mirë. Me një verë të mirë. Në fakt, më ke mbërritur të një detaj shumë i bukur që mund t'ja themi publikut. Një shef i mirë është e njohës shumë i mirë. Shumë i mirë. Dhe pak në Shqipëri ka njohuri shumë të mira për shoqërimin. Po themi, nisem në periudhën që ti ke nisur ta ushtrosh të profesion, besoj keni qenë të pakt. Po të pakt. Që e njihni të mirë, në mënyrë se si pjata shoqërohej me verën e duhur. Po. Apo edhe me shampanjën e duhur, sigurisht në përzierje. Tashmë ka një edukim. Për shembull, tek krudot. Po. Krudot pijen me prosecco. Po, nuk shoqërohen me atë verën e bardhë të rëndë ndonjëherë. Me pinot grigio. Po, kanë. Po. Kemi nisur një edukim në të drejtim. Po, ka pasoni ju tani tek breziri, sigurisht. Patjetër. E kemi gati dhe feston. Ta udhim. Patjetër, jam kurioztare për mënyrën se si do shijoje gjitha në fund. Qa emocioni. Unë kam gatuar për gjithë personazhet. Po, emocion, po nuk besoj, emocioni është i bukur se po realizojmë dy pjata shumë interesante dhe me shumë kënaqësi shef ne të presim sërish. Po ndoshta për të përgatitur diçka tjetër? Patjetër. Në takimin e radhës? Patjetër. Mishin, se unë solla 2. Po, na the edhe pak më parë që zotit Fatosnano ke gatuar një lepur, ne ndoshta edhe qigjen me kadaif. Këto nuk e kemi gatuar ndonjëherë në këndin tonë gatimit. Kështu që mendoj që duhet na sillesh ti ndonjë nga aktoricitat e tua kreative, po të thjeshta në përbërje. 2 minuta, sot. Duket shumë e bukur. Këto më shumë janë për dekor televiziv. Ke parasysh se duhet patjetër. Tash i heqim edhe. Po, do t'i heq unë. Edhe qumështorin. Do të ndihmoj se thash që nuk jam dakord që të më lënë më punë të vogla. Po, aq është. 15 minuta duhet zgjedh, 12 minuta duhet zgjedh. Të gjitha. Gjithsesi, nëse publiku mendon se ka parë gjithçka shefi ka përgatitur, duhet prisni edhe pak. Unë kam sjell gjëra sa më të thjeshta. Po nuk kanë parë ende se çfarë do bësh me qumështorin që kemi. Tek qumështori, në moment që ti e heq, duhet pak ujë me akull. Po, për. Që ti rrëhet. Uji i përdoret në mes me çik limon. Pra nuk është përdoroj. Jo, shumë. Ashtu fantastike. Faleminderit shumë. Pra do t'i kalojmë në ujë të ftohtë. Në ftofët. Okej. Po ashtu. Edhe më ndëpresim. Si se bëjmë fondin? Pra ka që thjesht është shumë. Për të siguruar që kemi i ruajtëm vlerat e tyre. Të pjatën ku ta vendosim? Të pjatën do ta ruaj në krahun tim të majt, edhe në fund do ja tregojmë edhe njëherë publikut të dyja pjatat për t'i parë. Këtë ta heqim që nuk duhet. Dhe do vijojmë me pjatën e dytë. Pjatën e dytë. Pjata e dytë është tek qumështori. Unë kam vendosur maka këtë recetë është recetë e vjetër, një plak e vjetër. Ka përdor turshit. Turshit, okej. Se nga që janë lakrat e gërë, edhe unë bëj një balans shijesh. Kurse fitë thatë, i kam shtu vetë nga për t'i shtuar dhe më tepër. Dakord? Më tepër shi interesante. Kjo është recetë të cilën ne nuk e kemi ndeshur. Jo vetëm në këtë këngë gatimi, por edhe në restorantet shqiptare, po edhe në Europë. Oktaboldin shumë është përdor tek rukula. Tek to e salata. Po, por me kombinim shqip s'kemi bërë deri tani të oktabodit. Aurela Gaçi do ishte krenare për këtë kombinim. Takojmë detin me produktet e tjera të tokës të cilat i kemi tonat. Aq më tepër që ke shkuar në Vlorë për përzierjen e qumështoreve. Plus edhe fikun e thas. Edhe fikun e kemi tradit tonën, që është e vërteta. Nuk është nevojshme t'ja atribuojmë Greqisë. Shumë zonja nderuara shqiptare, sapo përfundon sezoni i fikut në gusht në periudhën e verës, e ruajnë fikun për dimër duke e tharë. Edhe
Për posë sërqelit, kjo është një formë tjetër shumë e mirë. Por ta bëjmë pjesë edhe të sallatave, do ishte ideale. Tash mua më duhet një tasë që unë ta përzi pak. Po, ta shfrytëzojmë për vetëm bërjen bashkë të produkteve, ndërkohë pjatën e prezantimit mund të shfrytëzojmë pjatën tjetër. Do përdorim gjithashtu, deri tani kemi përdorur kastravecin turshi, speca turshi, Prandaj unë kam lënë po, vizualisht për efekt kamera. Ta kenë të qartë edhe shikuesit tanë, sigurisht. Kemi për t'i shtuar, jemi në procesin e përgatitjes edhe të oktapodit pas pak, me vajnë e para përgatitur në aromin e hudrës. Është shumë interesante. E kemi kryuar mirë rendin e punës. Mund ndihmosh çik për ndezjen e... Patjetër. Do vijojmë me njëherë sa po ti jesh. Vetëm është një diçka, duhet rush raportin. E sasisë së produkteve për të bërë balancën më pas edhe në shije. Ja, kjo është këshilla e 3 ose 4 që shefi jep, pas lëngut të qumshtorëve që ne mund ta përdorim. Na tregoj pak më parë si. Nëse do ta zvendësonim me produkt oktapodin, me çfarë mund ta zvendësonim? Sepje ose kallamare, kakalecat, çdo do punë mora oktapodin. Të ri mirë me kjo është edhe kose edhe më e lirë. Okej. Për zonjat që po na ndjekin dhe ka një buxhet caktuar familjar, ose bëjnë një ndarje të mirë të buxhetit. Nuk kam faj zonjat. Shef, duke qenë se shumë nga ata të cilët kanë qenë prezent në këtë këndgatimi, na kanë treguar edhe pjatën me të cilën identifikojnë. Sa e mundur është si fillim që një shef të identifikohet me vetëm një pjatë. 35 vite përvoj, është shumë e guximshme që unë të kërkoj vetëm një pjatë nga ti. 35 vite ka shumë. Për shembull, eksperienca ime që kam pas në Itali, kam godit kofshën e Rosës me oktapodin. Në botën e jashtme nuk ka shetohen gjërat. Për shembull, tokë, det. Po. Kam bërë edhe në Mënyrëkan në Tiranë, kam bërë edhe i vultinin me pule me kakaleca. Kam guxuar. Pra ke bashkuar produkte që nuk ushin në përditshme, nuk shkon me ndje që mund të qëndrojnë mirë bashkë dhe kanë qëndruar mirë. Pastaj njerëzit kanë qef tek tendenca sushi. Ne kemi japraku që është sushi albanez. Si e shpjegon këtë tendencën që kanë sot për sushit? Është e mirë. Po patjetër, po përse nuk shkoj me kaj dashurit e japraku, po shkoj me kaj dashurit e të sushit. Është faj jonë. Është faj ynë. Pra duhet të nisi nga ajo çfarë ofrohet. Bravo, çfarë ofrohet. Tash ka filluar, është produkti made in Albania. Po e promovojmë mjaftueshëm. Pra turistët përpara se të marrin sushi në vendin tonë, t'ua tregojmë që ne kemi japrakët tanë shumë të mirë. Edhe të shëndetshëm. Tash do duhet një tasë. Okej, na duhet një tasë për përzierjen e gjithë produkteve. Shefi ka bërë një organizim shumë të mirë dhe me sy të lirë që ju t'i dalloni të gjithë produktet të cilët do të shkojnë në këtë recetë e cila është ndërtuar mbi bazën e qumshtoreve që në nacional ndjekini kanë përdorur dhe për të bërë thjesht një byrek apo edhe thjesht të zjera kanë vërtet vlera ushqyese. Dhe i gjejmë rrotullnesh, kjo është e mira. Pavarësisht se shefi ka shkuar deri në Vlorë për t'i marrë. Shef, çfarë do na duhet tjetër? Të thash, unë mund të ndihmoj, përpiqu të më vësh në punë. Përpiqu të më vësh në punë. Tani do t'i hedhim aty. Këtu brenda. Okej. Shumë po. Dhe e bëm kalimin e qumshtoreve në tasin ku do bëhet përzierja e gjithë produkteve së bashku. Çfarë tash? Specat e kuq turshi, pasuar nga kastraveci turshi, fish të thatë, oktapodi edhe erzat. Majdanos pa kopër. Duhet patjetër. Krip edhe piper. Mund të mosh për krip patjetër që po. Piperi është aty dhe kripën e kemi këtu. Këtë e shim të vendi për t'u larë? Kripa, po. Shefi gjithmonë ka merak organizimin dhe me të drejtë e bën gjithçka siç ndodh në kuzhinën e një restoranti të mirëfillt, por edhe atje në kuzhinën e shtëpisë së tij. Organizim në çdo hap. Përzierja e produkteve. Shefa? Po. Shefa aromë? Ngjyra, aromë shumë e mirë. Shefa? Fantastike. Është fantastike, po. Edhe kombinimi i produkteve. Tani. Të gane kemi të nëset. Të marim... Ko është ka?
E kemi gati, do duhet të shtojmë vetëm vajin e ullirit të aromatizuar. Edhe sigurisht më pas oktapodin për t'i dhënë një, besoj, skuqje të lehtë. Të lehtë. Kuzhina është bashkëpunim. Kështu që më kërkon ndihmë shef për çdo detaj. Do sigurojmë që të ketë një pjekje të lehtë. Tash të marrim edhe një formën. Po. Ti do kujdesesh që të krijosh etapën e parë të recetës. Për mua kjo është shumë interesante. Shumë interesante. Është shumë interesante dhe besoj që është një shembull i mirë për t'treguar se çfarë mund të bëjmë edhe me produktet tona. Sa vjen edhe te shtohat. Ka një intensitet si recetë në shije dhe në aromë. Ka 3 komponentë. Ke fikun e thatë, që është dolce, është në ëmbël, ke turshit, ke edhe lakën e egër. Edhe detë, më thënë, që është një gjë që ka një të krijon një shije të re dhe të nevojshme. Sidomos për ata që duan të eksperimentojnë me çfarë shijojnë në restorante, me shije dhe çfarë përgatisin në shtëpinë e tyre më rëndësishme. Për prezantimin e nevojitet patjetër ky instrument i nevojshëm i tartarit për të krijuar formën e duhur. Shtypim miçi. Shëve si e dhe aroma? Po, aromë fantastike. Shto fantastike. Kaq? Na u desh nga gjithë receta. Për të krijuar formën e duhur. Dhe do shtojmë edhe oktapodin. Sa minuta do na duhen? Kjo është oktapodizia, kështu që pak sa për të marrë dhe atë aromën e vajt në hudhër. Pase këte kene edhe për smukurim. E kemi gati. Shkërë si është. Dhe ja prezantimi final. Ta afrojmë edhe pjatën tjetër, mos të harrojmë edhe focaccian. Focaccia pa tjetër. Për të shtuar edhe më shumë shije në këtë gatim sot. 2 pjata në kohë rekord, në pak minuta ju e pat vetë se sa e lehtë është i përgatisim me udhëzimin e shefit sigurisht. Shumë interesante shef. Gjithçka që kemi përgatitur është vizualisht e bukur, por ka një aromë tunduese në këtë kuzhinë. Dhe jemi gati të shijojmë. Sigurisht edhe focaccia, që gjithashtu ka një aromë të mirë të hudrës. Po, të ndihmoj? Do na duhet të bëjmë vetëm kalimin. Që të vendosim. Kujdes mos. Digjesh? Digjesh? Dhe gjosh në... Ta bëjmë për këtu? Kaq na duhet, kemi një vakt të plot për një familje. Po. Që mund të shijojnë nga pak, edhe mund të shijojnë mirë. Një drek shtëpie, një miq. Po. Një prezantim të bukur, edhe një mënyrë për të shkuar me shumë kreativitet tek ata miq që po pret në shtëpi. Shef, faleminderit shumë, e shijova shumë të bisedë me tu, kënaqësi. Dhe uroj ta mbash premtimin tënd një herë tjetër të takohemi për një recetë, por që lidhur me produktin e mishit. Kënaqësi shumë. Ndërkohë publikut i themi, do të shihemi bashkë nesër në 7:05.